Ai kishte kaluar vite në betejat më të ashpra, kishte parë njerëz të humbnin jetën para syve të tij, dhe ishte betuar se nuk do të merrte më kurrë armët. Pas largimit nga ushtria, ai zgjodhi një jetë të qetë, larg dhunës dhe kujtimeve të luftës. Por kur u kthye në fshatin e tij pas shumë vitesh, ai priste të gjente vendin ku ishte rritur shtëpitë e vjetra, fytyrat e njohura dhe njerëzit që e kishin pritur gjithmonë me dashuri. Në vend të kësaj, ai gjeti heshtje. Dyqanet ishin mbyllur, rrugët ishin bosh, askush nuk guxonte të fliste. Fytyrat e banorëve ishin të mbushura me frikë, sikur çdo fjalë e gabuar mund t'u kushtonte jetën. Pastaj ai mësoi të vërtetën tronditëse. Një bande e fuqishme kishte marrë kontrollin e fshatit. Ata u kishin marrë tokat, u kishin kërcënuar familjet dhe kishin kthyer shtëpitë e njerëzve në burgje pa hekura. Por ajo që banda nuk dinte ishte se njeriu që sapo kishte hyrë në fshat nuk ishte më ai djali i ri që ishte larguar vite më parë. Ai ishte një ish komando, një njeri i trajnuar për misione të pamundura. Dhe këtë herë, misioni i tij nuk ishte të shpëtonte një vend të huaj, ishte të shpëtonte njerëzit e tij. Por para se të përballej me bandën, ai do të zbulonte një sekret e errët që do ta ndryshonte përgjithmonë mënyrën se si e shihte të kaluarën e tij. Mëngjesi ishte i ftohtë dhe mjegulla kishte mbuluar rrugën e ngushtë që çonte drejt fshatit. Pas shumë vitesh larg, Arbeni më në fund po kthehej në vendin ku kishte kaluar fëmijërinë e tij. Makina e vjetër ecte ngadalë mes maleve, ndërsa ai shikonte nga dritarja peizazhin që dikur e njihte me çdo gur e çdo pemë. Për një moment, ndjeu një qetësi që nuk e kishte provuar prej vitesh. Ai kishte kaluar 15 vite në forcat speciale. Gjatë asaj kohe, kishte marrë pjesë në operacione që shumica e njerëzve do t'i shihnin vetëm në filma. Kishte kaluar kufi të rrezikshëm, kishte shpëtuar pengje dhe kishte luftuar kundër njerëzve që nuk kishin asnjë mëshirë. Por pas një misioni të fundit, ai vendosi të largohej. Ishte lodhur nga zhurma e armëve. Ishte lodhur nga humbjet. Ishte lodhur nga jeta ku çdo ditë mund të ishte dita e fundit. Ai donte vetëm një gjë, të kthehej në shtëpi. Por sapo hyri në fshat, diçka nuk shkonte. Vendi duke i njëjtë, por ndjenja ishte krejt ndryshe. Rrugët që dikur ishin plot me fëmijë që luanin, tani ishin bosh. Disa shtëpi kishin dritare të thyera. Dyqani i vogël ku ai blinte bukë kur ishte fëmijë kishte një derë të ndryshkur dhe një tabelë të varur që mezi lexohej. Arbeni ndaloi makinën pranë sheshit të fshatit. Ai priste që dikush ta njihte, por njerëzit që kalonin pranë tij shmangnin shikimin. Një burr i moshuar e pa për disa sekonda dhe menjëherë uli kokën. Arben, tha më në fund plaku me zë të dridhur. Arbeni u kthye. Ishte besniku, fëmijë i vjetër i familjes së tij. Nuk besoja se do të shihja përsëri këtu, tha plaku. Arbeni buzëqeshi lehtë. Edhe unë nuk besoja se do të kthehesha ndonjëherë, por vendosa të vi të shoh shtëpinë e babait tim. Por buzëqeshja e besnikut u zhduk menjëherë. Ai shikoi rreth e rrotull me frikë. Duhet të largohesh nga këtu, Arben. Fjalët e tij e habitën. Çfarë po thua? Ky është vendi im. Plaku heshti për disa sekonda. Pastaj u afrua dhe foli me zë të ulët. Ky nuk është më fshati që ke lënë. Arbeni vrenti vetullat. Çfarë ka ndodhur? Besniku shikoi nga rruga kryesore. Ata erdhën 3 vite më parë. Kush? Plaku mori frym thellë. Banda e Ilir Dervishit. Emri nuk i thoshte asgjë Arbenit, por mënyra si e shqiptoi plaku i tregoi gjithçka. Ishte një emër që sillte frikë. Ata morën gjithçka, vazhdoi besniku. Tokat, bizneset, shtëpitë. Kush kundërshtoi u zhduk. Arbeni qëndroi i heshtur. Ai kishte parë shumë armiq në jetën e tij, por ajo që e shqetësonte nuk ishte banda. Ishte frika në sytë e njerëzve. Po policia? Pyeti ai. Besniku qeshi hidhur. Policia nuk vjen më këtu. Në atë moment, një zhurmë makinash dëgjua në fund të rrugës. 3 makina të zeza hynë në shesh. Njerëzit menjëherë u larguan. 2 burra dolën nga makina dhe shikuan rreth e rrotu.
Arbeni i vëzhgoi me qetësi. Instinktet e vjetra të komandosit filluan të zgjoheshin. Ai dalloi menjëherë mënyrën si lëviznin. Nuk ishin thjesht bandit, ishin njerëz të trajnuar. Njëri prej tyre u afrua. Ti je i riu që u kthye? Pyeti ai. Arbeni nuk foli. Arben Kodra. Po. Burri buzëqeshi ftohtë. Shefi ynë dëshiron të flas me ty. Arbeni e shikoi drejt në sy. Dhe nëse nuk dua, buzëqeshja e burrit u zhduk. Atëherë do të mësosh shpejt se këtu askush nuk bën atë që dëshiron. Për disa sekonda, gjithçka u bë e heshtur. Por ajo që askush në fshat nuk e dinte ishte se këta njerëz sapo kishin bërë gabimin më të madh të jetës së tyre. Ata kishin zgjuar njeriun që të gjithë shpresonin të mos kthehej kurrë. Dhe Arbeni ende nuk e kishte treguar se kush ishte vërtet. Arbeni qëndroi i palëvizur në mes të sheshit të fshatit. Përballë tij ishin dy njerëz të bandës, por ai nuk ndjente frikë. Në sytë e tyre ai shihte diçka që e kishte parë shumë herë më parë gjatë misioneve të tij. Arrogancë. Njerëz që besonin se pushteti dhe frika i bënin të paprekshëm. Do të vish me ne apo duhet të bindim? Pyeti burri me xhaketë të zezë. Arbeni hodhi një vështrim drejt banorëve që po i shikonin nga dritaret e shtëpive. Të gjithë prisnin të shihnin çfarë do të bënte. Ai e dinte se një gabim i vetëm mund t'i vinte njerëzit në rrezik. Prandaj buzëqeshi lehtë. Më çoni te shefi juaj. Dy burrat u habitën. Ata prisnin kundërshtim, jo qetësi. Arbeni hipi në makinën e tyre dhe u largua nga sheshi. Por gjatë gjithë rrugës ai nuk po shikonte vetëm pamjen jashtë dritares. Ai po analizonte rrugët, pozicionet e rojeve, numrin e njerëzve, mënyrën si komunikonin. Ishte diçka që nuk e kishte harruar kurrë. Trajnimi i një komandosi nuk largohet, vetëm fle. Pas disa minutash, makinat ndaluan para një vile të madhe në maj të Kodrës. Dikur ajo shtëpi i përkiste një familje të vjetër të fshatit. Tani ishte kthyer në selin e bandës. Dy roje hapën portën. Brenda kishte makina luksoze, kamera sigurie dhe njerëz të armatosur. Arbeni hyri pa ndryshuar shprehjen e fytyrës. Në sallën kryesore e priste një burr rreth të 50-tave. Kishte veshur një kostum elegant dhe mbante një gotë në dorë. Arben Kodra, tha ai duke buzëqeshur. Më në fund u ktheve. Arbeni e pa me kujdes. Ti je i lirë dervishi. Burri ngriti gotën. Më pëlqen që ke dëgjuar për mua. Nuk kam dëgjuar asgjë të mirë. Buzëqeshja e Ilirit u zhduk për një moment, por ai shpejt u qetësua. E shoh që vitet në ushtri nuk të kanë ndryshuar. Ai u afrua pranë tavolinës. E di pse të thirra, sepse ke frikë. Iliri qeshi. Frikë, nga ti. Ai u afrua. Jo, Arben. Unë të thirra sepse dua të shmang probleme. Arbeni heshti. Ky fshat ka ndryshuar. Njerëzit këtu kanë nevojë për dikë që t'i drejtoj. Unë u kam dhënë siguri. Kam krijuar rregull. Arbeni shikoi përreth. Ti nuk ke krijuar rregull. Ke krijuar frikë. Fytyra e Ilirit u bë serioze. Kujdes me fjalët. Për një moment, të dy burrat u panë në sy. Njëri ishte një kriminal që kishte ndërtuar një perandori mbi frikën. Tjetri ishte një ushtar që kishte mësuar të përballej me njerëz shumë më të rrezikshëm. Unë do të bëj një ofertë, tha Iliri. Largoju nga fshati. Merr paratë që të jap dhe haro gjithçka. Arbeni buzëqeshi. Dhe nëse nuk pranoj, Iliri uli zërin. Atëherë do të humbasësh më shumë se një shtëpi. Në atë moment, Arbeni kuptoi diçka. Ky njeri nuk kishte frikë prej tij, por kishte një arsye pse po përpiqej ta largonte. Ai dinte diçka. Dhe Arbeni donte të zbulonte çfarë. Më lejo të pyes diçka, Ilir. Fol. Pse ke frikë nga kthimi im? Për herë të parë, fytyra e Ilirit ndryshoi. Vetëm për një sekond. Por për një ish komando, një sekond mjaftonte. Arbeni e pa.
Ai e kishte kapur sekretin. Iliri nuk kishte frikë nga ai si njeri. Ai kishte frikë nga ajo që Arbeni mund të zbulonte. Kur doli nga vila, Arbeni nuk u kthye në shtëpi. Ai shkoi te varrezat e fshatit. Atje, pranë varrit të babait të tij, gjeti diçka që nuk e priste. Një zarf të vjetër të fshehur në një gur. Brenda ishte një letër, dhe vetëm një fjali ishte shkruar. Arben, nëse po e lexon këtë, do të thotë se ata kanë ardhur për fshatin. Mos i beso askujt. Arbeni ngriti syt. Pas shumë vitesh, misioni i tij i fundit sapo kishte filluar. Por këtë herë, armiku nuk ishte përtej kufirit. Ishte në shtëpinë e tij. Arbeni mbajti letrën e babait në duar dhe për disa sekonda mbeti pa lëvizur. Ai kishte kaluar vite duke luftuar në vende të largëta, por asnjëherë nuk e kishte imagjinuar se betejë më e vështirë do të ishte ajo në vendin ku kishte lindur. Në letër kishte vetëm disa rreshta të shkruar me dorë. Babai i tij kishte zbuluar se banda e Ilir Dervishit nuk ishte thjesht një grup kriminalësh që kërkonin para. Ata kishin një plan. Ata donin të merrnin të gjithë tokën e fshatit për të ndërtuar një kompleks të madh. Dhe për ta bërë këtë kishin kërcënuar çdo familje që kishte refuzuar të largohej. Por babai i Arbenit kishte mbledhur prova, dokumente, regjistrime, dëshmi të banorëve. Dhe para se të mund t'i dorëzonte ato, ai ishte zhdukur. Arbeni shtrëngoi grushtin. Për vite kishte menduar se babai i tij kishte vdekur nga një sëmundje e papritur. Por tani e vërteta ishte ndryshe. Ai nuk kishte vdekur rastësisht. Ai ishte bërë pengesa e fundit për bandën. Atë natë, Arbeni u kthye në shtëpinë e vjetër të familjes. Ai nuk ishte më njeriu që kishte ardhur për të kërkuar qetësi. Ai ishte kthyer në ushtarin që kishte lënë pas. Hapi një dhomë të vjetër ku kishte mbajtur sendet e tij. Brenda ishte një kuti metalike. Në të kishte uniformën e vjetër, disa pajisje dhe shënimet nga misionet e tij. Ai i pa për disa sekonda. Pastaj tha me zë të ulët: "Vetëm një herë të fundit." Të nesërmen në mëngjes, fshati u zgjua ndryshe. Rojet e bandës filluan të zhdukeshin një nga një. Kamerat e sigurisë në vilën e Ilirit u fikën. Telefonat e njerëzve të tij nuk punonin. Askush nuk e kuptonte çfarë po ndodhte. Iliri u tërbua. Gjeni kush po na sulmon. Bërtiti ai. Por askush nuk kishte përgjigje. Sepse Arbeni nuk po luftonte si një njeri i zakonshëm. Ai nuk po kërkonte hakmarrje. Ai po përdorte trajnimin që kishte marrë për vite të tëra. Në heshtje, me plan, pa gabime. Në mbrëmje, Arbeni hyri në vilën e Ilirit. Për herë të parë, njerëzit e bandës nuk e panë si një burr të vetëm. E panë si kërcënim. Iliri qëndronte në sallën kryesore me disa njerëz rreth tij. "Ti nuk e kupton me kë po përballesh," tha ai. Arbeni u afrua ngadalë. "Jo, Ilir, ti nuk e kupton me kë ke luajtur." Iliri buzëqeshi me ironi. "Mendon se mund të ndryshosh gjithçka?" Arbeni nxori telefonin dhe vendosi një regjistrim në tavolinë. Ishte biseda e Ilirit me njerëzit e tij ku urdhëronte kërcënimet ndaj banorëve. Fytyra e Ilirit ndryshoi. "Si e more këtë? Gabimi yt ishte që mendove se njerëzit e friksuar nuk do të flisnin kurrë." Në atë moment, jashtë vilës dëgjoheshin sirena. Banorët kishin mbledhur kuraj. Dëshmit kishin dalë. Dhe më në fund, heshtja e fshatit ishte thyer. Disa muaj më vonë, fshati nuk ishte më i njëjti. Njerëzit kishin marrë tokat e tyre. Shtëpit ishin rindërtuar. Fëmijët përsëri luanin në rrugë. Arbeni qëndronte në kodrën ku shihte gjithë fshatin. Një nga banorët ju afrua. "Pse nuk qëndron këtu? Na duhet dikush si ti." Arbeni buzëqeshi. "Ky vend nuk ka nevojë për një ushtar. Ai pa njerëzit që tashmë jetonin të lirë. Ka nevojë për njerëz që nuk kanë më frikë." Pastaj mori rrugën drejt makinës së tij. Ai kishte kaluar gjithë jetën duke luftuar betejë që të tjerët nuk i shihnin. Por betejë më e rëndësishme nuk ishte ajo me armë.
Ishte ajo për të mbrojtur vendin që ai e quante shtëpi. Dhe këtë herë, ai nuk u largua si një ushtar, u largua si një njeri që më në fund kishte gjetur paqen.